sepse ai jo që ka qenë diçka që nuk duhet tjetë kryetar dikush nga familja, për kundrazi për Kosovën, për shqiptarët, do të ishte nder i madh që një person, në këtë rast, profesor doktor Murat Jashari, të jetë kandidat potencial për të zgjedhur, edhe unë besoj që po të dilte kandidatura e tij, ai do të zgjidhej unanimisht nga të gjithë deputetët, po megjithatë mendoj që momenti politik nuk është i favorshëm, sepse proceset vështira e presin Republikën e Kosovës, sidomos aneks marrëveshja e Ohrit dhe marrëveshja e Brukselit, të cilat janë në fund që duhet patjetër të zbatohen, andaj unë nuk isha dashur që një marrëveshje e tillë e kopshme për Republikën e Kosovës që mbetet barë dikujt nga familja Jashari ta vej në shkrimin ose ta zbatoj një marrëveshje të tillë. Sepse e dim që prapa kësaj marrëveshje qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk do të ketë apo nuk ka person i cili në Kosovë mund të i thotë jo Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Andaj unë nuk do të doja në asnjë mënyrë që të komprometohet familja Jashari, sepse e dim marrëdhëniet ndërkombëtare do t'i ketë apo i ka kompetencë kryesisht presidenti i vendit. Në këtë rast do t'i ketë edhe ministri i punëve të jashtme zoti Vlau Konjufca, dhe nga marrëveshja që vetë ka bërë edhe ka kërkuar ta nënshkruajë zoti Kurti, ai do ta lënte komplet barrën edhe autorizimin për presidentin e ardhshëm edhe Vlau Konjufcën. Kështu që unë mendoj që ata do të digjeshin dhe do të humbshin pjesë të lavdishme nga historia e kësaj familje emblematike, e familje të shejt, të cilën e ka Kosova dhe do të i kishte lakmi e gjithë bota për të pas diçka të tillë.